بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Falëndërim dhe lavdërimet qofshin për Allahun Gjelle Gjelaluhu, salatat dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Pasi përfunduam serinë e sahabeve, seri cilën e kishim titulluar ata që xheneti i priti me emër. Ka qenë ide e kahmatshme me fillu një seri të re, me i trajtu disa tema që aq sa kam pa nuk janë trajtu me ball, e që ka nevoj besimtari me i dit ato edhe me i mësu bashkarisht me lejnë Allahu Gjelle wa Ala. Ideja është për besimin në ditën e fundit, e që ka qenë ide e disa vëllezërve me titullu këtë seri udhëtimi për në ahiret. Udhëtimi për në ahiret. Vëllezër, Allahu Gjelle Gjelaluhu njeriun e ka kriju në formën më të mirë të mundur. Edhe këtë e ka sqaruar Kur'an, ka thonë laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Na njerën e kemi kriju në formën më të mirë. Përveç saj, Allahu Gjelle wa Ala, dhe thonë kër e krijoi njeriun në formën fizike më të bukur, pastaj e dalloi ato nga krijesat e tjera me mendje dhe logjik, e që më vonë e ndihmoi edhe me shpallje. E ndihmoi edhe me shpallje. Caktoi rregulla, caktoi udhëzime, e bëri të qartë misionin e njeriut në tokë, edhe sa herë kur devijonin djath ose në tmajt, Allahu Gjelle wa Ala dërgonte pejgamber, e që mesazhi i pejgamberëve të Allahut ishte i qartë. Njësimi Allahu Gjelle Gjelaluhu me adhurim, njësimi Allahu Gjelle Gjelaluhu me rububijetin e tij, njësimi Allahut edhe mos përgjasimi i tij me emrat e tij të bukur edhe me cilësitë e tij të larta, e që të gjitha Allahu i përmend në Kur'an. Allahu Gjelle Gjelaluhu pas tër kësaj, pasi caktoi mision të qartë njeriut, se nuk e la ta mu sill vërdall mbi sipërfaqen e tokës, mirë po e bëri të qartë ku tha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë nuk i kam krijuar gjenet edhe njerëzit për tjetër vetëm se të më adhurojnë mua, të më njësojnë mua me ibadet, të mos më bojnë shok mua askën, e caktoj edhe mëkatin më të madh që mundet me ekzistuar.
an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Pasi dërgoi pejgamberët ta sqaroi rrugën e vërtet, edhe tha për i gjinoheve më të mëdha është shka ti bosh Allahu Gjelle Gjelaluhu rival edhe pse ai të ka kriju ty. Përveç saj, Allahu zbriti dispozita, zbriti norma fetare, zbriti obligime edhe ndalesa. Dispozitat apo obligime si namazin, zeqatin, haxhin, agjerimin, e që gjitha kthehen mirësit e robit. Që gjitha kthehen të mirën e njeriut. Allahu Gjelle Gjelaluhu atëherë kur kërkoj prej neve me i realizu këto kërkesat të ti, nuk kërkoj sa i kishte nevoj për neve. Nuk i kërkoj këto gjëra sa i ishte i nevojshëm për neve. A i s'ka nevoj për namazin tim, s'ka nevoj për agjerimin tim, s'ka nevoj për haxhin tim, s'ka nevoj për këtë edhe për atë. Mirë po, komplet, këto krye këpo të kthehen të mirën tonde. E kundërta e asaj që njerëzit, shmethonën, vazhdojnë, veprojnë edhe punojnë. Çdo udhëheq i firmës, çdo drejtar i shkollës, pa marrë parasysh ka është. Ai nëse ty të obligon me një detyrë, dije që puna e jote fillimisht kthehen mirësinë e ti. Po, ti merr pagë për çat detyrën tënde që e kryen. Mirë po fitimi është ai, në esencë, ai me urdhra që ty t'i jep fiton. Ama Allahu Gjelle wa Ala të Zotë është e kundër dhe kësaj. Me urdhra që ty t'i jep ti fiton. Është e qartë? Këto do të me këmë, do thotë me urdhra që ai ty t'i jep. Ti je fitu si kryesor. Ja ejuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju jeni të varfër. Wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Allahu Gjelle wa Ala është i pasur. Ai s'ka nevojë për kur gjë. Mirë po krejt që të obligime, t'i boni qka me të kthye në esencën e krijimit tonë që Allahu Gjelle wa Ala të ka kriju në formën më të mirë dhe donë ashtu. Gjithashtu Allahu Gjelle wa Ala përveç obligimeve, po themi adhurimeve, zbriti dispozita që e rregullojnë marrëdhëniet e njeriut me familjen e tij fillimisht, pastaj edhe marrëdhëniet e tij ndërshoqërore. I pasuri obligimin që e ka ndaj pasurisë së tij e kthen te i varfëri. Të varfërit ja ndaloj vjedhjen, ja ndaloj ata, ja ndaloj këta. E ndaloj për gjithë. Po krye këpo të zakonisht ndodhin, domethënë prej një kategorie të caktuar të njerëzve. Komplet i rregulloj çmethon marrëdhënien ndërshoqërore. Gjithashtu Allahu Gjelle wa Ala caktoi dhe rregulloi raportet e njeriut me mesin ku jeton. Ka disa obligime që i ndalon, disa ndalesa që i ndalon prerazi, disa ndalesa që kërkon mënyrë të pëlqyer, kujdesi i fesë për ambientin, kujdesi i fesë për kafsht, kujdesi i fesë për këtë, kujdesi i fesë për atë, po krejti ka rregullu feja Allahu Gjelle wa Ala. E tash kur e analizon qëto komplet, a thu val, qëto ligje, qëto regula, qëto mësime, Allahu i dërgoj, në me thonë vetëm për një periudhë të caktuar, edhe me përfundimin e dynjos përfundon çdo gjë. A kuptoni? Nuk është kjo mesele tash për shembull janë caktuar këto rregulla, këto i lejesa, këto i ndalesa, këto i obligime që njerëzit me pas një farë mbarvajtje të mirë këtë dynjë edhe përfundoj çdo gjë. Ama jo, Allahu Gjelle wa Ala caktoi edhe ahiretin, caktoi ditë kur njerëzit kanë me dhënë llogari për krejt punët e tyre që i kanë bërë. Se për ndryshe, mos të kish pas llogari, atëra s'kish pas kuptim asgjë. Me çfarë drejtet e atëre kishin ndalu për shembull të pasurin apo të fortin me e dëmtuan edhe me lëndu doptin. Ai tash më thon i torturon të tjerët, i e vret atë, e lëndon atë, e vjedh ata, e shan këtë, e thyen e kështu me radhë,
sikur mos kesh ditë gjykimit që njeriu beson to, atëherë këto gjëra s'kishin më pas kuptim. Atëherë në esencë edhe jeta e njeriu s'kish më pas kuptim. Atëherë edhe logjika e njeriu që Allahu xhelle xhelalu ka dallu prej tjerës s'kish më pas kuptim. Nuk e pranon logjika, është ndosh me jetu njerëzit sikur kafshë këtë dynjë edhe mos pas kur fare llogarie. Allahu në Kur'an thot: "Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha." Ata është të fol për ata të cilët nuk I përfillin mësimet e Allahu xhalla wala. Kanë zemra me të cilat nuk meditojnë, kanë vesh me të cilët nuk dëgjojnë, kanë sy me të cilët nuk shikojnë. Ata në realitet shikojnë, ata në realitet dëgjojnë, mirë po mësimet e Allahu xhalla wala si përfillin. E tash kur Allahu të krijoi në formën më të mirë, të dha mendje logjik, dërgoi pejgamber, t'i dha krejt këto mirësi, edhe ti prap nuk I përfill, çka po thot? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ata janë sikur kafshët, bile edhe më të humbur se kafshët. Pse Allahu xhalla wala po fol këtë formë? Po fol se kafsha si kafshë e kryen misionin e vet për cilën Allahu e ka kriju. Ndërsa ti si njeri që Allahu të ka dallu se të kry misionin tënd me cilën ti e dërguar në këtë dynjë, ka ardhur në këtë dynjë. E për këtë Allahu xhalla wala e kalon edhe ditën e llogarisë. E kalon ditën e llogarisë ku njerëzit kanë me thonë llogari para Allahu xhalla wala për çdo gjë që kanë vepruar këtë dynjë. Unë e përmend shpesh në për hutbe. Ti sot je të shkruaj librin tënd. Ti sot je të shkruaj librin tënd. Mos më thuj mua s'din me shkruaj, din me shkruajt. Mirë po, a din me shkruajt mirë, a din me shkruajt keq, ajo mbetet te ti. A mos se cili është autori I veprave të veta. Edhe me vdekje mbyllet libra jote, me vdekjen tonë. Pastaj del para Allahu xhalla wala dhe jep llogari për çdo gjë që ka bërë. Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ka thonë Allahu xhalla wala, edhe atë ditë para tyre do të sjellët regjistrat e librave të tyre, që ti edhe unë edhe ai tjetër secili e ka shkruar vetë. E kur pabesimtarët, mizorët, mëkatarët e shohin librin se çka kanë shkruar ta, kanë me thonën mali hadha al-kitab, çka është puna e këtij libri? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Asni punë sada e vogël tjetë ajo se pas kalon krejt I ka regjistruar. Komplet I ka regjistruar. Wa wajadu ma amilu hadira. Tasht I gjejnë veprat e tyre para tyre të regjistruara. Wa ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allahu kërkoj si bën mizori. Allahu kërkoj si bën zullum. Ti e ai I cili ke shkruajt vet. Atash llogaritesh para Allahu xhalla wala për punët e tua. Me një fjalë, Allahu xhalla xhelaluhu e ka caktu ahiretin që njerëzit me dhonë llogari për atë, apo themi kështu, me e korr atë cilën e kanë mbjellë në këtë dynjë. Kjo është komplet. Me thonë, Allahu xhalla xhelaluhu e ka caktu ahiretin që secili me e korr atë që ka mbjellë sot. E tash duhet njeriu me qenë vigjilent, me pas kujdes se çka po mbjell. Kjo seri e ligjëratave tona, e që besimi në ahiret është prej obligimeve dhe prej shtyllave të fesë. Argumenti I qartë që ajetet e Kur'anit flasin shumë për besimin në ditën e fundit, është edhe hadithi Gjibril, hadithi Omerit, ku I ka ardhur Gjibrili, që e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe për pyetjeve që ashtron, çka është imani, I numëron komplet shtyllat e imanit dhe thot wa an tu'mina bil yawmil akhir. Dhe ta besosh ditën e fundit. Pse është
kemë me pa inshallah gjatë shpjegimit këtyre temave, sepse është shuj dita e fundit, e ka lloj-lloj emra kjo diçme thonë. Njeriu në këtë dynjë jeton disa etapa. Kryesisht ulemoja e kanë ndarë dy, që me thonë në shpirti i njerit jeton dy etapa, kryesisht ulemoja e kanë ndarë e dynjës dhe ahiretit, e dynjës që është etapa e shpirtit të njeriut në barkun e nënës, edhe në këtë botë, pastaj ahiretin janë dy që është barzakhi, jeta e varrezave edhe jeta pastaj pas ringjalljes. Me lejnë Allahu Gjelle wa Ala gjatë kësaj serie kemi me i trajtu disa tema që janë tepër të rëndësishme. Unë sot për e përmeni, shme thonën, nëse më lejohet me thonë syllabusën e këtyre temave, kisha pas qef ata cilët prezentojnë me qenë më të vazhdueshëm se alhamdulillah shqyrë Zotit përgjësia djenë shkollu, një studenta, edhe ndoshta këto tema javlen, jo ndoshta po duhet pa tjetër, se jem të folë për një botë që nuk e shohim. Më thonë deri tash, sa tjetër këtë dynjë e të folë për një botë që nuk e sheh. Edhe e të folë në bazë të argumenteve që kanë ardhur në Kur'an edhe në Sunet. Edhe rrjedhimisht kjo kërkon që këto tema me u trajtu në mënyrë më akademike. Dhe jo thjesht edhe ders më konë, i thesh mirë po këto tema duhet me u trajtu në mënyrë më akademike. Për mbajtjen e këtyre temave që kanë me u trajtu, ne kam nda kryesisht në 3 kapituj. Kryesisht në 3 kapituj. Kapitulli i parë është kiameti i vogël. Është kiameti i vogël, e që nën këtë kapitull, shme thonë, janë të që duhet me u trajtu janë disa tema. E para është çështja se çka është shpirti. Se këtu ka të bëjë me vdekjen. Nëse vdekja është kiamet i vogël. Që shkarën argumentet të sheriatit. Çka është shpirti? Lidhja e shpirtit me trupin, e që ka disa etapa. Ulemoja e kanë përmend 5, disa kanë përmend 6, që duhet me u trajtu mirë. A ka dallim mes nefsit edhe shpirtit? Edhe a vdes shpirti a jo? Kjo është një meselë që duhet me u trajtu. E dyta, si i mirët shpirti njeriut? Edhe çka ndodh me ta pas vdekjes? E treta është sprovat e varrit, dënimi ose shpërblimi. E që këtu janë disa mesele që duhet mu trajtu. Pyetjet e melaçeve të varrit, shpërblimi edhe dënimi i varrit, pastaj shkaqet e dënimit me varr. Çështja e tretë apo e katërt në këtë kapitull është të vdekurit a dëgjojnë në varrizat e tyre ajo. Të vdekurit a i dëgjojnë të gjallët, do thotë në varrizat e tyre apo jo. Që është temë gjonë që duhet më trajtu. Kapitulli i dytë është kryesisht me shejat e kiametit. E që pasi të vdes njeriu, është jeta e barzakhit, pastaj ndodhen disa shejat të kiametit, edhe pastaj fillon kapitulli i tretë rrjedhimisht. Për shejave të kiametit, ulemoja i kanë nda ato që do t'i trajtojmë inshallah, është faqja e Mehdiut, është dalja e Dejjalit, zbritja e Isait birit të Mërjemës, dalja e shfaqja e Ya'jugjve dhe Ma'jugjve, dalja e apo shfaqja e kafshës, që duhet me trajtu mirë, lindja e diellit nga perëndimi, ringjallja e njerëzve për me dhënë llogari para Allahu Gjelle wa Ala, edhe fryrja në sur. Këto e rrjedhimisht, pastaj si pas rrjedhës se çështë ndodhen, do t'i drejtojmë edhe temat. Pastaj kapitulli i tretë është el imanu bima yakunu
yawm al-qiyamati wa ma ba'daha. Është ka ndodhur ditën e Kiametit, domethënë kur ndodh dita e Kiametit, edhe pas saj. Prej temave kryesore që duhet më trajtu këtu janë 10 tema. E para, el-ba'th wa an-nushur, ringjallja e njerëzve, llogaria, dhënia e librave, waznul a'mal, peshoja e veprave. Pastaj këto është një meselë që duhet më trajtu gjën e gjatë. A peshohen veprat, a peshohet njeriu, a peshohet njeriu me vepra bashkë. Ka meselë që kanë përmendur ulemoja këtu. As-siratu wal mururu alayh. Ecën mbi urën e siratit. El-haud, burimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërmjetësimi i pejgamberit alaihi salatu wassalam. Xhenneti dhe xhehenemi. Prerja e vdekjes edhe fundit është shikimi në fytyrën e Allahut xhelle xhelaluhu. Çeto janë temat kryesore që kanë me u trajtu gjatë kësaj serie inshallah. Nuk do me thonë që janë përfundimtarët. Shme thonë kjo është ona e përgjithshme tema që kanë me u trajtu për ndryshe gjatë meseleve, kur të hymë ma fell, kur të hymë me lezu ma shumë, pa dyshim se dalin mesele. Atje kur ishëm studime, kur e bëjshëm që të farë syllabusin, themi kështu apo përmbajtjen e libri që kemi shkrujt, o kanë dashur me lexu shumë, pastaj për me e formuluar që të përmbajtje, se për ndryshe kur del kënaj mesele e re, u desh ke rishtazi edhe një herë me bë kërkesë për me i shtuar ato mesele. Alhamdulillah na këtu se kemi këtë problem. Nëse na del një mesele e re, e shtojmë pa problem. Javën e ardhshme inshallah kemi i trajtu çështjet e shpirtit. Çka është shpirti? Se ka gjë mesele. Te puna e shpirtit që kanë definuar dietarët. Pastaj që thamë lidhja e shpirtit apo etapat e raporteve të shpirtit, lidhja e shpirtit me trupin e tij. Janë dikun 5 ose 6, Ibnul Qayyim ka përmend 5, edhe pastaj me lejen e Allahut xhelle xhelaluhu kemi trajtuar çështjen a vdes shpirti ajo. Çeto janë temat kryesorë që kemi trajtuar javën e ardhshme inshallah. Qysh thash, kisha pas qef me u fokusu pak më shumë edhe me i trajtu qëtë serijit, ligjërata më thëmë, në formën më akademike. Se kjo është një botë që shë përmena e msheft. Nuk mundemi me ju qasë këtyre meseleve me pralla. Nuk mundemi me ju qasë këtyre meseleve me ka thonë filoni ose ka thonë alloni. Se nga një herë besoni në xhamot tonë, ndodhë nështë është xhamot i safit parë, kur vjen puna me folë për ahiret, thot hajtë bëhur kush o shkon atje me pa. E kjo është edhe mshme. Seriozisht. Kjo është edhe mshme. Kush o shkon atje me pa, qeshe ka kriju në këtë dënjo edhe ahiretin, se janë tek ringjallja kemë me pasë Allahu xhelle xhelaluhu dikun 9 forma trajtimit apo të argumentimit me thoni ka përmen në për ajetet kuranore kur i sfidon ata cilët e mohojnë ringjalljen me një formë, me të dytën, me të tretën, me të katërën e rënë, vetëm me i binë se kjo mesele është. Pro tash muslime edhe në tema shavin, edhe mos ju paraprim. Allahu edel mas mirë, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum.